Mirë, jemi kthyer në Vënçë, ëh? Do të flasim në Vënçën tonë fantastike. Para se të kalojmë në Vënçë, kemi një njoftim fantastik, sepse ne gjithmonë flasim gjuhën tuaj. Dhe kush më mirë gjuhën tuaj? Banka Credits. Banka më e shkëlqyer, banka më fantastike, në kuptimin tim, sepse është adetare, është banka jona, gjithmonë me ne. Na ka shoqëruar edhe jo vetëm emisionin për shqiptarën, partnere mrekullueshme. Faleminderit. Mirë, do të flasim pak për revoltën e robotëve, ëh? Na janë çuar robotën protesta më Ergyll, si t'ja bëjmë tani? Po shqyrë që u ngritën Si t'ja bëjmë? Para se të fillojmë, do prezantojmë një robotët që kemi në studio. Oj, i bëre robot tani, ëh? Po, se tani inteligjenca artificiale është më e larta nga të gjitha. Tani jemi revolucion i ri. Ergyll Mërtiri, sociologu im i preferuar, e kam thënë 100 herë, do ta them 1500 herë. Mos u mërzisni, s'ka problem. Përderisa e duroj unë, durojni dhe ju. Falenderoj, është kënaqësi nga një filozof i preferuar të jesh sociolog i preferuar. O zot sa i dua to. Nadia Elbasani vjen për herë të parë në studion tonë, është pedagoge, disa yll që është, dhe i di këto punët e teknologjisë, këto marifetllëqet. Tona i thot vetë me Terezi. Faleminderit për ftesën. Rikthehet Pranvera Xhafa. Ajo nuk beson atë që shikon, ka dëgjuar fjalën e Adelit. Ashtu, ëh? Po, ajo nuk beson ato që shikon, sepse ajo e di që prapa asaj që ne shikojmë, shihet gjithmonë diçka. Dhe ajo atë diçka e di. Pranvera Xhafa, faleminderit që jeni gjithmonë në studion e ne. Mirë se erdhe. Dhe rikthehet fuqishëm Mikja e dashur e studios tonë. Inshallah sot u nxjerr me mua. Dorina Mema, po se me këtë nxjerr. Tanë gjithë njerëz qytetare, kupton, me mua. Kemi atë temë. Me mua do nxjerr. po të nxehet me robotët më. Dorina ka dhe një defekt tjetër. I ka hyrë bioteknologjisë, po do ta ngacmoj çik vet pasaj. Është defekt, ëh? Është një defekt i vogël. Tani kur u bën këta robotët për protesta tani se disi na vjen e njerëzve të bëjmë kur u bën robotët për protesta ne duhet dalim pension atëherë. Po pra. Atëherë, ha? Që u bën sa të bën robotët. Se pranon pensionin ti që ta kaloj një robot, ti që ke gjithë kohës që vetëm protesta bën? Tani të ta kaloj robotin në protest, ku di unë? Është fyerje për ty. Fyerje rënd. Kjo është fyerje për të gjithë mendësinë njerëzore. Se? Si ato po zëvendësojnë atë frymë që duhet ishte e aktivizuar nga njerëzimi tashmë dhe po e bëjnë ato. Pra duket sikur po zëvendësohemi dhe tek fryma rebeluese që ka të bëjë me sensoret shpirtëror. Pra na zëvendësojnë liderët. E kanë zëvendësuar tashmë. Ti ke diellën. Paske shumë lajme të mira sot. Na zëvendësove popullin, na zëvendësove edhe politikën. Më bukurisë se kaq nuk ka. Me inteligjencë artificiale, populli mrekullueshëm. Protestojnë robotët se s'protestojnë robkotët, domethënë ata që thjesht merret dhe tash se duhet të pëlqejnë. Jo, një herë thuaj. Jo, thuaj, gjeni flasin dhe dy. Thuaj se më pëlqeu shumë. Si ishte kjo? Protestojnë robotët se rrin kot robkotët. Kjo ishte Shiko se ka qenë një kështu përpara që ankohesh Partia Socialiste dikur në ambasadën amerikane që nuk po na pyet po telefonat i kemi silent për ne. Janë pra teknologjia. Thoshte nuk po qeveria po sillet keq, po na godet ande këtej, po mi protestoni thoshin, ata dhe ne u mbështesim, po s'vjen populli thonin. Po tani ne mund t'ju ndihmojmë të ndroni qeverinë, po nuk ju ndihmojmë të ndroni popullin. Kështu që tashi, nëse këta robotët bëjnë punën e popullit, kjo do ishte fantastike. Po të na bëjnë dhe punën e politikës pastaj, akoma më fantastike. Si tu duk njëre, mos ishte në një spektakël? Jo, në fakt kjo tregon që edhe inteligjenca artificiale bazën e ka tek inteligjenca humane. Dhe ai është thjesht një gabim njerëzor që është përkthyer më pas një gabim algoritmi përmes atyre robotëve që kanë bërë atë çka vetë programuesi do duhet të bënin. Pra të revoltoheshin për orarin e gjatë të punës, është një video i gjatë, nëse e keni parë nga fillimi. Që ta shpjegojmë edhe një herë, domethënë revoltën e. Pra dhe kjo është revoltë e gabuar, është gabim kjo revoltë? Se erdhi kjo? Atëherë ai ka qenë një gabim algoritmik normalisht. Potencialisht edhe mund të hakerohen, ndaj rreziku në inteligjencë artificiale ekziston, nuk mund ta shohim si zgjidhje për çdo gjë. Do të thënë që robotët mercenar si puna jon. Po padyshim kur për sa kohë është i dizenjuar nga një human, padyshim që mund të ketë gabime. Pra mund të ketë i dhunshëm edhe roboti, pra filmat që kemi parë nuk janë më çudi, apo jo? Po, vetëm se ka një avantazh. Ti e heq nga priza robotin, ndërkohë njeriu jo. Po ai të myt, po ti ai të myt ti do kesh fuqi ta heqësh nga priza.
vërtet është. Shfarë të negerina priza, pra ty si e lexove këtë? Mos ishte në një... Fakt, unë e mora vesh nga ju, sepse unë me aktualitetin jam shumë keq, nuk e ndjek fare. Mirë, hajde gjithmonë të. Ta updatojmë ne. Jo, do më thënë, janë shumë pas këta, para se unë të shikoj, do më thënë, këto janë pas meje. Kështu që nuk shtish një rezultati asaj çfarë ka qenë përpara, si të themi. Dhe inteligjenca artificiale ka të mirat dhe të këqijat e veta, por në rastet kur komandohet po nga një robot tjetër, si me lënë supervisor, është pak e rrezikshme situata. Por mendohet që ata që do ta komandojnë do jenë njerëz të përzgjedhur, sigurisht siç kanë filluar edhe të përzgjedhin tani, ne për shembull nuk e dim kush është pas diellës apo jo. Kush është dielli? Dielli, po. Po kush është dielli? Njerëzit që do përzgjidhen, ose po themi ata që bashkëveprojnë dhe ata që nuk bashkëveprojnë me inteligjencën artificiale. Covid ose vaksinimi u bë për të diferencuar tani njerëzit që do bëhen linked devices me inteligjencën artificiale. Do të thënë, ata që janë të vaksinuar kanë më shumë gjasa që të bëhen si pajisje teknologjike me një pajisje tjetër. Që ta kuptojmë pak. Pra, dikur ishte droga, opiumi, që shastiste njerëzit. Tani janë robotët që do... E bukur e maleve të Iranit. Që do shastisin njerëzit, do të pusin, do... Ne po kalujmë në një epokë të re dhe është brezi ynë ai që do ta jetoj. Do t'jetë një epokë e panjohur nga njerëzimi, ku kuptohet që është një projekt eksperimental. Përderisa që panjohur dhe nuk kemi një database për të shkruar se si është rezultati, do të thotë që është një database eksperimentale. Brezi ynë po lufton për qëndruar jashtë. Nëse shikoni, janë shumë popull që nuk duan as karta digjitale, por është një sistem që nuk mund të shmangim dot. Politikat po e përdorin inteligjencën artificiale në shërbim të tyre tashmë për të pasur gjithçka nën kontroll në emër të luftës së korrupsionit dhe në emër të drejtësisë. Shkurtimisht, kush të la diellën shtatzan? Edi Rama. Po 83? Deputetët janë 83. Ata që kanë të fuzinduar. 83? Po. Shtatzan, ta. 83 që do t'i fuzinduar të diella për të prodhuar prapë shtatzanit të tjera. Non-stop. Do me thënë, si do ta kontrolloj korrupsionin tani? Po sikur të qasje për fal për... Të dyshit ja fuzit e thënjishin. Atëherë, po flasim për një algoritëm ku e gjithë biodata që janë blockchain-a, ku nuk do ketë më një heqje nga priza, sepse kemi një rrezik në këtë glob, përsa i përket pjesës energjisë, është një energji që ndoshta ju e quani Wi-Fi, në një libër okultik ju do ta shikoni si një energji spirituale, por ekziston një energji ku ne mund të themi në bioinformatikë frekuencë, kemi një potencial frekuencë ku ti e dëgjon zërin tim, e beson këtë zë, ama nuk beson këtë energjin tjetër, në basës së cilës do të kaloj gjithë informacioni i këtyre blockchain-eve pa prizë dhe do vi një moment kur kjo inteligencë artificiale do jetë jashtë kontrollit, sikur se ti ke parë një protestë të vogël. Sa i ta kuptoj, një robot ka që i vogël sa kjo, i mori gjithë robotët dhe ta hajdeni me mua, thatë se s'keni bërë pushim. I këm gjithë. Atëherë, ato ka një informacion të... Kemi një futje informacioni, po ta them shumë trash. Futet ky informacion dhe është first step, është hapi i parë që ti fut informacioni. Po le të flasim në bioinformatikë, e cila do të sjell mjekësinë revolucionare, mjekësinë digjitale dhe stimuluese që është individuale. Janë 3 hapa. Në bioinformatikë është procesi kur i gjithë informacioni mjekësor, pra të gjithë raportet mjekësore që ti ke, do të transkriptohen nëpërmjet algoritmeve matematikore në kompjuter, pra në këtë inteligjencë artificiale, e cila do ta kthej trupin, është një twin body, është një projekt. Unë kam probleme me veshkën, tak e merr vesh para meja. Tani më është një projekt në Oxford, ku po punohet që të gjitha organet dalin në pamje 3D, por jo vetëm, po punohet dhe për ta pasur këtë trup të lexuar në twin body. Po është bërë, ka arritur. Ne kemi një program. Se Zoti që e krijoi? Po, një sekond. Kemi një të mirë në këtë pikë për Zotin. Budalla.
Qenie njerëzore është qenie më budallaqe në botë, kështu që vetëm mund ta rregullojnë ta, nuk mund. Jo, qenia Nuk ka mundësi që njerëzit shpikin teknologji dhe vrasin vetveten, vrasin njëri tjetrin. Qenia njerëzore është kurioztare. Sikur qenie njerëzore të jenë pjesë të një ose një derivat i inteligjencës artificiale, edhe jo të gjithë të jenë njerëz. Kush neve? Po, ata që ti po i quan budallëj për shembull. Po sikur të jenë një segment i inteligjencës artificiale në një kohë tjetër, në një civilizim tjetër dhe të mbartur sot, në ditët tona. Sepse ne po i shohim që njerëzit janë bardhëzi fare dhe janë për shembull përballë ti ke një qenie normale dhe përballë te jetë vjen nesër një si demonizuar dhe të përplaset në fytyrë pse po më shef shtremët. Pse më shef? Qatë i thërë? Nuk e mbështet të pyetje. Jo, e kuptoj, jo. E doja të dilja ajo pjesa që